Trupi i pajet i Ryan Alan, palestinezes 24 vjeçare, e cila u vra në Tiranë nga babai i saj Fadi Alan, ndodhet ende në morg, pasi asnjë prej familjarëve të saj nuk ka tërhequr interesin për ta tërhequr. Ky detaj ka ngritur dyshime të forta për hetuesit, të cilët besojnë se vrasja e vajzës mund të ketë pasur një tjetër përfshirje, atë të nënës së saj, e cila ndodhej në Gjermani gjatë krimit, por që dyshohet se ka udhëtuar drejt Libanit pas ngjarjes. Hetimet kanë zbuluar se nëna e Ryan Alan ka bërë një kallëzim në Gjermani në 26 shkurt 2025, një ditë para se trupi i së bijës të gjendej nga pronarja e shtëpisë me qira në Tiranë. Në nderoncim ajo ka pretenduar se vajza e saj shantazhohej nga disa persona për një video në të cilën shfaqej nudo, por hetuesit dyshojnë se ky nuk mund të jetë një alibi, pasi nuk ka prova që kjo video të ekzistojë. Për më tepër, ata mendojnë se vrasja mund të ketë qenë një akt i mirëmenduar për shkak të largimit të 24 vjeçares nga traditat islame. Pas së vrasjes, babai i Ryan Alan e mori trupin e së bijës dhe e largoi nga shtëpia, duke marrë gjithashtu sendet e saj personale, përfshirë celularin dhe u arratis nga vendi. Ndërkohë në Liban, një shoqatë mediatike shpërndau një lajm që Ryan kishte ndruar jetë si pasojë e një aksidenti automobilistik, një informacion që ka ngjallur dyshime për hetuesit, pasi dyshohet se mund të ketë qenë një përpjekje për të fshehur vrasjen. Miqtë e Ryan në Gjermani kanë deklaruar se Shqipëria ishte vetëm një ndalesë në rrugën e saj për në Liban, ku ajo kishte për qëllim të takonte 3 fëmijët e saj, të cilët ishin nën kujdestarinë e ish-bashkëshortit pas një divorci rreth 4 vite më parë. Hetimet në Gjermani kanë zbuluar gjithashtu se Ryan kishte bërë një kallëzim për kërcënime të vazhdueshme për jetën e saj nga familja e saj, përfshirë baban dhe nënën, për shkak të dëshirës së saj për një jetë të pavarur dhe perëndimore, duke u bazuar në informacionet e grumbulluara nga hetimet. Hetuesit dyshojnë se vrasja mund të ketë qenë një akt i pariparueshëm që ka patur tensione brenda familjes, ku Ryan kishte kërkuar të largohej nga traditat e rrepta të familjes së saj dhe të jetonte një jetë më të lirë. Tensionet e brendshme dhe kërcënimet e raportuara përveç tradhtisë dhe dhunës mund të kenë krijuar një atmosferë të pasigurt dhe frike që çoi në tragjedinë e humbjes së jetës së saj. Hetuesit tani përpiqen të rindërtojnë ngjarjen dhe të zbulojnë motivin e plotë të vrasjes, duke shqyrtuar mundësinë e përfshirjes së anëtarëve të tjerë të familjes.